Uk Rugova u deklarua edhe sot i pafajshëm në gjykimin e tij dhe 19 personave të tjerë për aferën e vizave italiane. Kjo është hera e dytë brenda 5 muajsh që i biri presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova deklarohet rreth fajësisë së tij në këtë proces. Do you understand the indictment? Zotri Rugova, e kuptoni atë akuzën? Yes, I do understand. Do you plead guilty or not guilty? A deklaroheni fajshëm apo i pafajshëm? Not guilty. Atëherë ma merr mendja se keni fjalën për të gjitha pikat e akuzës që janë kundër jush? Yes, on all counts. No, all counts against you. Të pafajshëm u deklaruan edhe 19 të akuzuarit e tjerë. Një seancë fillestare lidhur me këtë gjykim ishte mbajtur edhe në gusht të vitit të kaluar, por gjykimi u kthye në fillim pasi u ndryshua akt akuza. Prokurori Alan Kensick në dhjetor të vitit të kaluar ndryshoi akt akuzën ndaj Rugovës dhe grupit të cilin prokuroria pretendon se ai e udhëhoqi, duke zvogluar për disa muaj periudhën kohore në të cilën të akuzuarit sipas organit të ndjekjes kryen veprimet e tyre të paligjshme. Në seancën e sotme, si dhe në seancat e kaluara, mungoi akuzuara Liridona Beqiri dhe avokatët Isa Saliu e Fitim Vogshi, por gjyqtari Vladimir Mikula nuk e shtiu seancën për shkak të këtyre mungesave. Në seancë, avokati Afrim Saliu tha se akt akuzash ngritur pa u respektuar afati hetimeve. Duke pas parasysh faktin se kanë kaluar afate 2 vjet dhe atë 2 vjet e 6 muaj dhe akt akuza është ngritur për 25 ditë më vonë, edhe kanë fakte dhe prova, dhe ky fakt nënkupton se as një minutë nuk duhet vazhdohet me këtë shqyrtim gjyqësor, por gjithë duhet lirohen. Gjyqtari Mikula tha se e kupton atë që dëshiron ta thot avokati Saliu, por i sugjeroi atij që këto që po i thot për akt akuzën të shfrytëzojnë në kohën kur zhvillohet seanca e kundërshtimit të akt akuzës. Sipas akt akuzës, Uk Rugova ka krijuar, organizuar, mbikëqyrur, menaxhuar ose drejtuar aktivitetet e një grupi kriminal, qëllimi të cilit ishte përfitimi material duke furnizuar individ me viza Schengen nga ambasada italiane në Prishtinë, cilat janë marrë në mënyrë të paligjshme ose përmes korrupsionit. Gjithnjë sipas akt akuzës, nga 31 korriku 2012 deri me 5 shkort 2014, Uk Rugova ka udhëhequr grupin kriminal në marrjen e 556 vizave italiane Schengen nga ambasada e Italisë në Prishtinë.